dhe njerëz me paranormale, me ndjesi paranormale edhe me njerëz që e shohin ka plot. Disa i kena marrë edhe për ndoshta po themi me problemet shëndetit mendor, ka njerëz, por kur i shohim letrat dhe shohim filxhanin, ajo kam përshtypjen që shumica e njerëzve e bajnë për me marrë një benefit ekonomik, që është gjë shumë normale, gjithë secili e gjë se ku du me marrë benefitin ekonomik, po unë mendoj që njerëzit që mas pari shohin filxhan, shohin që e kanë atë prirje, se munden me e pas atë prirje, nuk e din prej cili shpirt kanë ardhur dhe kanë jetu më përpara. Se jam e prirë janë këtë botë. Po, se çka kanë ardhur me bën këtë botë misionin e tyne. Unë jam për me u thonë të vërtetën në sy sado e dhimbshme me qenë ajo ti krijon një kredibilitet më të madh. Kur ja thu të vërtetën edhe ndodh, ai s'ka çare po u kthy me ardhë dhe i herët e ti. Edhe me thonë po, që kjo më ka dalë se ti ma ke thonë. Qoftë ajo për mirë, qoftë ajo për keq. Te dikush që lexon letra, qoftë një psikolog në fakt kur e zhres që diçka të ka dalë ose e ke pa një të mirë, një favor ndaj atij personi keme kriju jo varësi, ndoshta po një farë besimi ose një marrëdhënie. Psikologu e sfidon klientin e vet her pas here në mënyrën e të mendumet. Po nuk është që quhet më thonë e ki mirë, e ki gabim kështu drejt fytyrës. Asnjëherë sepse është qëllimi tim me ditë. Ti me marrë vesh, ti me ronë përfundim, a o mira o keq. E jo më të kallëzu të dikush tjetër. Do me thonë, sipas logjikës suaj, a është të ajo manipulima, nëse unë s'ta thëm të fytyrësa, nëse ta ti duhesh me ronë përfundim. Njerëzit që kërkojnë rrugë zgjidhje të shpejta, siç janë kafja, siç është letra tarot, siç është, po themi, shenjat e zodiakut. Psikologu je në një gjendje më të rënduar. Dhe psikologu nuk ka shushtare në do të gjendin, a i do me të nxjerrë ty prej kësaj gjendje dhe me të disu për problemin që ti e kije. Ky nuk është manipulim, ky është me të nxjerrë prej situatës në të cilën ti ndodhesh, se nëse shkon në një gjendje të rënduar te psikologu ose psikiatri nuk mund të ta thellë ty edhe më azise, që ai do me të nxjerrë ty ndoshta prej vetvrasjes. Një tarotolog edhe astrolog i mirë nuk ta rënën. Në fakt mboni përshtypje edhe doktori më herët që e përmendi. Më fal, ka njerëz që filxhanin, të pamen, magjit i përdorin për fitim personal.